Njani që e merr rrogën dhe harxhon për një ditë. A e thu njerëzit, ki e ka takvallokin e fortë valla. Jo më ka mendsin merr ka. Ai cili ka e vlat, edhe ja çon Allah do pare. Ki ha për një ditë. A mëna me thon, ki dunjën se do hiç. Por në natë harxhon këtë. Jo valla, ki këtë kontrollon e amir tamam. Në njerit që ka e vlat, ka familje, ka gruje, ka njerëz të zot e pritin me ushqie të shtëpia. Edhe ky harxhon këtë parë për një ditë. Ki s'ka të bëjë me devotshmërinë kur gjë. Pa këtë as i ka shkujtuar Omar Khattabi, ka thënë, o ju musliman, ndreçni rrezikët që ajo çon Allahi, rregulloje mirë. Ka thënë, po çka e harxhue? Si e të harxhue? A di që ka dikush prat të shtëpia me ushqie ata? A mundesh ti më thonë vladit 2 vjet të shtëpia? Sabër biri jam se devotshmëria më ka hip qilli harxhova këtë parë. S'ka vlerë biri jam dunjaja. Bëra more bukë thot çka çem lek të llafe. Këto llafe në xhami apo? Ka vlerë, s'ka vlerë dunjaja nuk e di bukën be ma.